Jemi rikthyer në transmetim për një super intervistë ekskluzive. Tani un kam shkruar diçka për ty dhe përpara se të prezantoj do ta lexoj një herë, sepse ka histori që nuk ndërtohen brenda natës. Historia të ftuarit ton nisi vite më parë me demo të regjistruara në një studio të vogël dhe me një pasion që nuk u shua kurrë. Dhe sot, pas shumë vitesh pune dhe përkushtimi, ai është një nga emrat më premtues të hip-hopit shqiptar, pjesë e Pint dhe Press Play, me projekte si Para meje me Lyrical Sun dhe Hers me Lunin, të cilët kanë qenë edhe pjesë të Top List. Mirë se erdhe në Top Albania Radio, Kevz. Mirë se u gjeta. Po si e monjër? Mirë, ja. Me këtë vapën si e ke muhabetin? Si të gjithë. Si të gjithë. Dum det, s'dum punë. Po mirë, atë për shkak i kërcënton ndonjëherë të dyja, për shkak shkon në det, xhiron një klip edhe afut edhe hidhesh në det për shkak që të freskohesh një çik. Pardje ishim duke xhiruar në jug të Shqipërisë, në pjesë të një klipi që do nxjerrim. Bravo. Mirë, super. Bëm dhe plazh me këtë rast, bëm dhe punë dhe plazh. Po shumë mirë. Ja, shikon ku ka më bukur. Shiko, po të xhirosh klipin është mirë, se pastaj me laptop s'futesh dot në det, Ja, me fatkeqësi. laptop jo, kështu 9 to 5, pastaj nuk e se ti bësh to punët e korporatave në mes të oqeanit. Fatkeqësisht e kërkon edhe muzika kërkon një laptop, një gjë, siç janë fix to punët remote Ja, këto mikse do t'i bëjmë, po kam përshtypjen se Kevzi ruan për në studio këto punë, pastaj nuk i bën ti për shembull në dhërmi duke punuar këtu me bitin edhe këtu pastaj një këmbë ke në det. Po ta kesh mundsinë dhe ashtu më? Edhe Varet ashtu ku e frymëzohet njeriu, po. Shi. Patjetër. Që nge kështu multitasker ti, bravo. Po jo më është edhe të frymëzon ndonjëherë vendi ku Edhe të frymëzon, po, e drejtë. Në studio, po. E drejtë, kështu që jemi fleksibël domethënë në këtë drejtim. Po, patjetër. Mirë, të fillojmë zyrtarisht me plejadën e pyetjeve që kemi për ty. Kur të dua. Mirë, Kevz, si ndihesh ti që je sot një ndër emrat në rritje të hip-hopit dhe muzikës shqiptare? Si të duket videoja që nga fillimet e tua deri më sot? Them të vërtetën, nuk është se e kam menduar shumë gjatë. Jam shumë i fokusuar në punë, po punoj për albumin që do nxjerrim shumë shpejt. E kam mendjen te klipet më shumë se sa si dukem në sy të njerëzve. Po shpresoj që dukem mirë. Po i kushton rëndësi pra pjesës vizuale më tepër. Se pjesa e audios ka mbaruar prandaj. Ka mbaruar, je krenar me të mirë. Tani pyetja ime pak më e drejtë për drejtë është ndoshta për një publik që ndoshta po të njeh për herë të parë sot në këtë intervistë. Me shumë mundësi. Kush është Kevz? Me fjalët e tua. Kevz është një djalë nga Saranda, i lindur në Sarandë, i rritur në Tiranë, që merret me muzikë. Që merret me muzikë. Ja, Sa thjesht bukur, modest, pastër. Shqip, pastër, pa gabime, absolutisht asnjë lloj shtojce. Më pëlqen kjo. Modestia është një gjë që shumë artistë përpiqen ta kenë, po vjen puna që dhe s'e kanë. Absolutisht, me thënë të drejtën kemi pas ndonjë tek tu të ftuar këtu në Lança për shkakun që e ka lëshuar ndonjë perl që nejse se nuk po hym në detaje. Kevz, ke kaluar mbi një dekadë në fakt duke punuar në heshtje në Prapasken dhe tani pa e kuptuar të erdhi momenti jot. Ndoshta ti nuk e prisje që do të ndodhte kaq shpejt, ndoshta po përgatiteshe për vite për këtë gjë, po çfarë të mbajti të motivuar për gjatë të gjithë asaj kohe që ke qenë në Prapasken, ke qenë duke punuar, duke bluar të gjithë identitetin tënd artistik për ta sjellë bukur te publiku? Nuk di ti vë emrin diçka e specifike, po besoj që muzika vet do ishte klishe si përgjigje, po është e vërtet. Muzika vet, domethënë procesi i krijimtarisë së muzikës për mua është hobi përveç se është punë dhe e kam bërë mbas edhe shumicën e rasteve për hobi, pastaj kur mu dha mundësia ta ktheja në punë. Si ka ndryshuar, në fakt se është një pyetje që mua më lind natyrshëm, që nga fillimet e tua kur ti ke nisur të merresh me muzikë dhe të eksploroje, si më thën, botën e prodhimit apo dhe çdo gjë që muzika ka për të ofruar, si ka ndryshuar për ty mënyra se si ti krijon? A ka evoluar në kohë apo i ke qëndruar pak më stoik traditave të tua? Unë mendoj që një artist që nuk evolon nuk është artist. Një njeri që mbetet në vend thjesht do jetë një njeri që ka mbetur 10 vite mbrapa, që kështu evolimi mendoj që është gjëja më e mirë lidhje me muzikantët, siç bërëm në një bisedë që para se të futeshim këtu. Dhe ja i ka këto budalliqet e veta, për shembull unë jam kundra që ta përdorim për melodi ose po ka disa ndihma në produksion që AI me gjithmonë ju hyn në punë shumë. Inteligjenca artificiale ti thua që nuk është gjëja më e keqe, le të themi, në muzikë, por ka edhe një teknikisht për producentat, do ta specifikojmë fare. Teknikisht për producentat është një mjet shumë ndihmues, sepse të shkurton kohë.
Të shkurton kohë, do me Po thënë ti... jo për të bërë punën gati, Jo, absolutisht, jo të krijoj tekstin ose melodinë ose këto. Ndoshta të gjen një beat për shkakun që ai beati ti jetë çon apo jo? Jo. Gjëra shumë specifike që kanë lidhje me producentat, jam i sigurt që nëse na dëgjon një producent e kupton për çfarë ka. E kupton, okay. Në fakt ky debati i AI-t ka qenë diçka që prej kohësh ka lindur, sepse AI nuk po pushton thjesht muzikën, po pushton çdo aspekt të mundshëm të jetës tonë. Mirë, po në muzikë do të që dhe në Shqipëri ka lindur debati se si po e helmon deri diku krijimtarin shqiptar, sidomos artistët e rinj, thuhet që po e vret pak mënyrën se si artistët krijojnë. Po deri diku edhe me të drejtë në fakt, sepse nuk është fort e ndershme që një artist ose artiste të punojë dhe të lodhe dhe të shkruajë dhe të kompozojë dhe të bëjë një vijë melodike shumë të bukur, vetëm që dikush për shembull me AI t'ja replikojë atë gjë, ndoshta jo fiks, po ta huazojë në formën e vet dhe të korrë atë suksesin që fundit nuk është e vetes së tij, po është e robotit që e ka krijuar, e kupton? Shumë e vërtet. Edhe unë mendoj që duhet ta përdorin vetëm producenta që kanë xha eksperiencë, domethënë që xha din ABC-n vet, thjesht tu shkurtoj një proces që mund t'ju haj 6 orë kohë në produksion, t'ja u shkurtoj dhe t'ja u bëj për 3 minuta. Për 3 minuta. Po, në fakt është një debat që nuk ka për të mbaruar kurrë. Ky sidomos sa më shumë të evolojë teknologjia, sa më shumë të evolojë njerëzimi, aq më shumë gjërat e gatshme do pushtojnë, si më thënë, jo vetëm Shqipërinë, po dhe botën në tërësi. Megjithatë, ti nuk je një person që i do gjërat gati, kam përshtypjen. Absolutisht. Je një person që do të punosh shumë për atë që ke dëshirë ta arrish. Se ngjandin çik kështu kjo sikur duat për po të jetë mundësia që ta kem gati, ta kesh gati për shembull, ku diun, shkon në shtëpi dhe e ke tasin e gjellës gati. Po ku ka më mirë për shembull ashtu? Ku ka më mirë ashtu? Dhe me muzikën, e vetmi arsye pse nuk e përdorin dot, është sepse nuk e monetizojnë dot. Prandaj dalin edhe bëjnë që jo po nuk. A pse nuk monetizohet? Nuk e monetizon dot më. Që tani e tutje Spotify nuk të lejon më të marrësh para nga AI. Po si ka mundësi e detekton vetë sistemi i Spotify? Sepse janë voice të gjeneruara. Nëse ti je kompani AI, ke disa voice që do gjenerosh një këngë. Po, disa zëra timbra të ndryshëm, po. Ata zëra i ka dhe Spotify. Dhe nëse e dallon zërin të melodia që ke bër, kaq. Të fluturoj. Të çojmë për shtëpi direkt. Se në fakt po. Mbaroi një shqiptar që dëgjohet si Chris Browni, nuk do jetë më. Nuk do jetë më, nuk ka. E drejt, sepse faktikisht edhe të huajt kanë bërë shumë bujë duke nxjerrë nga këto sise ndësisë që kompanitë mos i përdorin më zëret e tyre. Për prishje imazhi patjetër. Për prishje imazhi dhe për të nxjerrë ndonjë projekt që nuk është real në fund. Nuk i përfaqëson. Po, nuk i përfaqëson. Mirë, ne jemi në fakt duke patur një bisedë shumë të këndshme me Kevs, të cilën do ta vazhdojmë vetëm pas pak, do të hidhemi për të dëgjuar projektin e tij më të fundit bashkëpunim me Lyrical Sun. Kjo është para me, mund ta votoni në topawards.topvischannel.tv. Jemi rikthyer sërish së bashku në studion e Lancho për të vijuar bisedën tonë me Kevs, i cili në fakt na dha disa informacione shumë interesante, jo vetëm lidhur me AI-n, po edhe në përgjithësi duke na pikturuar, do thënë, një peizazh të bukur muzikor. Po ka dhe diçka në fakt që ne gjithmonë mundohemi që ta ngrohim pak muhabetin me artistin e të tjerë. Tani unë dhe Kevs jemi takuar më përpara dhe kemi pas një bisedë shumë interesante, po nuk do ta sjell këtu në transmetim se jam shumë i sigurt që Kevs do provohet gabim, apo jo? Mendoj që absolutisht jo, po gjithsesi vazhdojmë programin. Vazhdojmë programin për të shakave. Vijojmë me çfarë ne kemi programuar për ty, Kevs. Atëherë, të rritesh në një Shqipëri vulnerabël, do thoja, në një kohë ku burimet e informacionit sapo kishin filluar të ishin të aksesueshme, në fakt si ka qenë për dikë për shkakun që po në rastin tënd që po zbulonte veten paralelisht me muzikën, çfarë ndryshimi ka pasur për shkakun hip-hopi atëherë me hip-hopin sot? Shiko, kur kam filluar unë, nuk është se ka qenë shumë larg hip-hopi nga që është sot, po futej kjo rryma e trapit masiv në muzikën hip-hop. Ka qenë Future në fillimet e veta, tani është Future në hype-in e vet, në pikun e vet, le të them. Po me çfarë muzike e rritur ti? Domethënë çfarë ke pëlqyer të dëgjosh më së shumti? Më së shumti un kam dëgjuar Eminem, kam dëgjuar dhe rock shumë kur isha i vogël, se im vlla dëgjon rock, po.
dhe elektronike, se kishim ku jam rritur unë në qytetin tim të Sarandës, kemi pas një klub shumë afër me shtëpinë dhe dëgjoj muzika elektronike, doja apo s'doja. Po mirë, një pyetje tani kot. Ty të ka joshur për shkak muzika elektronike që në le të themi pubertet. Më ka joshur do ishte fjalë e madhe, po mirë, të ka pëlqyer. Më ka pëlqyer. Të ka pëlqyer, mirë. Po sot që është bërë ky tregu kaq i saturuar me këtë muzikën house, me këtë muzikën techno, a të vjen do pak bezdi për shkakun që a erdhi dhe ky trendi tani na lodhen këto me këtë muzikën që bëjnë sikur i pëlqen. E ke këtë si mendim apo thua shqyqy që erdhi që ta mirëpresim edhe këtë lloj zhanri në Shqipëri? Mendoj që muzika elektronike si çdo lloj muzike tjetër është e nevojshme për veshin e njeriu. Absolutisht. Unë kam punuar dhe DJ vet, me qira fjala. Edhe mendoj që është ekuivalenti ai hip-hopit ose rockut, thjesht secila ka atë periudhën e vet. Rocku mbase nuk dëgjohet më, po elektronika ka atë momentin e vet tani, sepse ka disa zhanra nën muzikën elektronike që janë goxha të famshme në botë. E shikon si trend apo e shikon si fazë? Çdo unë mendoj që çdo lloj zhanri ka fazën e vet. Ka fazën e vet. Ti për shembull vet në fillimet e tua apo dhe në VMC, nga çfarë rrymash apo edhe artistësh janë ndikuar më shumë që e ke parë si një lloj frymëzimi, jo për të kopjuar stilin, po thjesht e ke gjetur dhe ti veten aty, nga ana e krijuese. Po dhe për të kopjuar stilin, nuk ka ndonjë gjë për turp. Unë mendoj që çdo artist tashu e nis krijimtarinë vet duke kopjuar dikë që ka shumë qef. Ore halli është mos të qëndroj ashtu, mos e mirë, hajde se po merr një inspirim. Është biseda që tham në fillim, njeriu që nuk evolon, thjesht gjelet mbrapa. Për mua ka qenë në atë moment kur kam filluar shkruaja unë ishte Kendrick Lamar shumë i famshëm. Jo se s'është tani, po sa kishte marrë, sa kishte nxjerrë albumin e parë më duket. Edhe biti i parë me të cilit i kam shkruar sipër, s'ka qenë këngë e Kendrickut, në fakt ka qenë Blessings e Big Sean, Drake edhe Kanye West, mos gaboj. Bukur, ka lezet. Kevs, në muzikën tënde ndjehet shumë emocioni në fakt në të gjitha ritmet që ti përcjell edhe përfaqëson në një publik. Kur shkruan, e ke më të lehtë të flasësh për përjetimet e tua personale apo krijon edhe për histori që nuk i ke jetuar vetë? Çfarë të inspiron përgjithsisht? Unë mendoj që shumica e artistëve, domethënë kur bën, se s'dua të tregohem egoist, po nga që kam disa vite që bëj, kur ke bërë kaq shumë këngë sa kam bërë unë, do të tregosh edhe histori që nuk janë të tuat personale. Okej, po frymëzohesh nga një shok, një shoqe apo edhe trillimet e mendjes tënde që ti i përkthen në tekst? Jo detyrimisht nga dikush real, mund të jetë edhe diçka fiktive, një histori fiktive dashurie për shembull që ti e mendon dhe thjesht e shkruan ta jep në moment. Bukur. Po mirë, bukur. Dhe besoj në këtë frymën tënde në çfarë të pëlqen ty e si komportohesh ti me muzikën, magjikisht u lidh edhe rruga me çunat e pindave, PINT, të cilët ti dukshëm i do dhe i respekton shumë. PINT in the house, baby. Dhe çfarë mban mend në fakt nga koha kur ti the për shembull më në fund një ngjarje e tillë po bëhej realitet për ty? Si e mban mend atë momentin e parë që ke pas kontakt me ta? E mbaj mend shumë mirë, ka qenë një nga momentet të paktën nga ana e muzikës, për mos thënë momenti më i rëndësishëm në jetën time muzikore. Kemi kontaktuar me anë të tim vllai në fillim, pastaj kam kontaktuar vetëm me Kreshën, më ka mirëpritur në një lloj forme që sigur më kishte shok prej shumë vitesh, jo vetëm Kresha, po të gjithë çunat, shout out PINT, K-Master, Lyrical Sun. Dhe jemi takuar, ju kam treguar ca demo, i kanë pëlqyer, më kanë dhënë një mundësi. Edhe po vazhdojmë bashkëpunimin. Dhe ke një vit, mbi një vit në mos gaboj që ti je në bashkëpunim sistematik me Pintat apo jo? PINT edhe me Press Play. PINT, shumë bukur. Nëse dikush nuk ta ka dëgjuar le të themi muzikën më parë, cilën këngë do t'ja sugjeroje ti që ma dëgjoj këtë këngë ose këtë produksion edhe do kuptosh se kush jam unë në themelin tim artistik? Unë mendoj që duhet jem budalla, po mos të them këngën e radhës. Këngën e radhës, hajde bukur, hajde. Shishi, shumë interesante kjo, se do të thënë mirë që është misterioz. E disi mu duk si Kanye West, si e ka të më. Everybody would like to know if what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Bukur shumë. Po mirë, me që po flisnim për këngët e tua dhe çfarë do të vi më mbrapa etj etj, na fol konkretisht për këngët që xha janë bërë pjesë e Top List para meje, që ti e ke në bashkëpunim me Lyrical Sun dhe që e kanë bashkëpunim me Lunin, dy çuna shumë të respektuar, shumë të dashur, jo vetëm hip-hopit shqiptar, po dhe të PINT. Dy këngë super të bukura që të kanë bërë dhe pjesë të Top List. Çfarë do na rrëfesh lidhur me to? Ty rrëfej me Lyrical Sun
na ka dhënë një bit. Shiko, nuk është histori kaq interesante, po hajt po ja u them. Po thuaj. Ne duam se do ta bëjmë në interesante, ja ta premtoj ju, thuaj ti. Ishim në studio dhe kisha bërë këngën dhe me Lunin dhe me Kreshën kisha bërë disa demo, me Festimin nuk kisha bërë akoma. Edhe na thot një ditë Kresha, ore, do bëni këngë bashkë për të albumi apo s'do bëni? Do ta bëjmë, i them unë. Do ta bëjmë, i thot dhe Festimi, e bëjmë sot biles më ta mos, s'kam gjë për të regjistruar. Okej, qa do bëni? Ashtu dhe. Qa duash, i thash unë, jo, qa duash ti, jo qa dua. E thot Kresha, urdhro këtë bitin, edhe bëni këtë bitin, me që po zjeni, jo po kush do bëj këtë, jo po kush do bet. Bëm atë bitin. Me Lunin, Hers është këngë, është demo që unë e kam bërë para 3 viteve, është një nga këngët prezantuese që kam shku te Pintat, një nga arsyet pse më kanë pranuar në label, pse më kanë marrë në label. Edhe ditën e parë që shkova, tani ose më duket mua ose është e vërtet, po erdhën çunat ndonjëherë këtu, pyesni dhe çunat. Ata kanë rënë dashuri me atë këngën. Sidomos Kresha, biles morën dhe një kitarrist që atë ditë që rregullum disa gjëra. Pastaj kur u ktheva për në Tiranë, po shkruanim deri në 4 të mëngjesit, jo po shumë bukur, jo po nesërmen pastaj më dërgon një demo bashkë me Lunin. Tani e di çfarë është interesante këtu, se thashë do të premtoj që do ta bëj interesante. E para punës ke ndenjur deri në 4 të mëngjesit për të punuar me vullnet për një produksion siç the dhe këtë me Lunin. Ndërsa për Lyrical Sun ta bëri dhurat bitin MC Kresha, që është on top të hip-hopit shqip folës. Mbasi u zun si maca me Mion me Festimin. Bravo, ja shikon e bëri dhe sketchin vet, është one man show komplet. Gjithë ky minuti që patë ti. E shikon që ishte interesante. Po, nuk ishte tamam kështu siç e the ti, po mbet qefi që efekt. Po mirë pra tani për një efekt show radiofonik do t'ja japim. Po e kuptova. Po do ja japim patjetër, se tani shiko, çdo histori është interesante vetë sado që njeriu që i ndodhin nuk është se i shikon ashtu, se i duken gjëra shumë të thjeshta. Po kur na e tregon neve, dhe mënyra se si ti e tregon, një storyteller i natyrshëm. Jo, mos më keq kupto. Për mua është ngjarje, është ndodhini në jetën time që bëra këngë me Lyrical Sun. Mos më keq kuptoj çfarë. Po them që nuk kishte ndonjë gjë specifike që të jetë fan ose për t'u treguar. Po ndoshta edhe nga që nuk ishte aq faktit që është Lyrical Sun që po bën këngë me. Po pra, po ndoshta nga që nuk ishte aq extraordinary, si më thën, ky procesi artistik, por ndërkohë kjo këngë shënon një etapë shumë të rëndësishme artistike për ty, ndoshta këtu është gjithë ajo. Ky kontrasti i lezetshëm mes të dyjave në fakt e bën gjithë magjinë, ëh. Absolutisht shumë bukur. Çfarë mendon ti se i mungon sot muzikës shqiptare? Çfarë do identifikoje si një defekt, ndoshta që po bëjnë artistët ose producentat ose shtëpitë diskografike? Muzikës shqiptare i mungon kevz. I mungon kevz. I mungon kënga e radhës nga kevz. Ose edhe këngët që kanë dalur. Edhe këngët që kanë dalur patjetër. Që nga është modesta u prezantuan në fillim. Absolutisht jo, nuk thash në asnjë moment që jam modest. Po nuk kam se ti je modest. Jo, nuk kam se ti je. Di pse unë personalisht që i vogël jam rritur me frymën që arti është një nga fushat më me rivalitet që ekziston. Ndahen çmime Grammy, ke lloj klasifikimesh që ti duhet të superosh një këngë tjetër, kështu që në fund të ditës kjo patjetër që është edhe biznes, sepse ti ke edhe përfitime financiare, por në fund të ditës talenti matet disi me lupë, ke një lloj gramature ose një kalibrim. Prandaj them që i mungon kevz, sepse lup më të mirë se PINT nuk besoj që ekziston në Shqipëri. Absolutisht pa diskutim. Absolutisht dhe bim dakord, bim dakord apo jo? Patjetër, për këtë lloj bisede sidomos bim shumë dakord. Po ti më ndonjë gjë tjetër, aty mund të ham debat. Po mirë, e dini diçka jo? E di diçka di kevz? Erma për shembull është e famshëm në TikTok. Erma është e famshëm në TikTok. Video e parë e Ermës që është bërë jo virale, po super virale me mbi gjysmë milion views në platformën TikTok, ajo ka bërë freestyle semaforin. Për zotin. Dhe ka shkuar jo virale. Do ta tregoj pastaj tani. I've got a little rusty. Nuk jam ndryshkur pak, po jam ndryshkur çik. Po jo do ta tregoj pastaj. Megjithatë, duke u referuar te bisedës që ne kishim nisur më përpara, është e rëndësishme që gjithë secili artist i ri të kuptojë që ka një vend për secilin prej tyre. Dhe duke qenë që ju lutem, po s'dini të këndoni, mos këndoni na lodh. Hap debate. Nuk ka më vend, o vllash, mbush ato buzi, po vjen shumë era djers, mos. Po më do tani do ai shkreti ose ajo shkreta të këndoj. Çfarë do ju japim lek, vetëm mos po s'dini të këndoni, mos këndoni më, ju lutem. Po mirë sa lek do jepje ti që X-i mos këndonte më. Do t'jap nga
6.000 lekë secili. 6.000 lekë secili, pse ai shumë ka. Po janë shumë Ai shumë ka sa do numëroje ti për shkakun në estradën shqiptare që edhe njihen, po që nuk ja thon fare për muzikë. Po pa egzagerim tani, për te shakave është i over saturuar si treg, është i mbi saturuar të bokoci anglez dhe mendoj që ka shumë njerëz që nuk kanë as ato baziket. Nuk i kanë as baziket. Mirë, ne flasim gjithmonë për artistë të cilët kanë një lloj grinte, një lloj ambicie dhe kanë talente, minimalisht vesh muzikor, minimalisht. Po, minimalisht, po që e ndjen ndoshta si një lloj ngërçi për të dalë në treg, edhe nuk guxojnë shumë, se ti ke dy anë të spektrit. Po dalin nga 3.000 këngë në ditë të keqen vllaj, si zguxojnë. Mirë, ka më cip këtu, ka plas cipa që 13 që me YouTube-in. E di çka ka Kevs kur sa do të lodhen këto, jo 3.000, po 5.000 këngë të bëjnë në ditë kur nuk e ke atë brume, po nuk e ke më dhe nuk shkëlqen më vlla. Dhe nëse do dalin 5.000 këngë në ditë, sa prej këtyre realisht do ngelin me publikun që i dëgjon. Dhe keqja është që me këto përzihen dhe këngët e mira që bëj unë në këtë rast. Jo, po një sekond, se përzihen dhe këngët e mia dhe pastaj nuk do të dëgjosh me të njëjtin vesh që ke dëgjuar një këngë që është me AI për shembull, mos këngës time dhe do më krahasosh me atë, e kupton? Nuk mund të ekzistojnë të dyja, janë dy gjëra të pamundura për të ndodhur bashkë. Mirë, Kevz, unë dua të të pyes se ti na e ngacmove pak në fillim, çfarë na pret ne prej teje, konkretisht në një gjë që do të ndash me publikun kështu si pararendse me ta. Për këngën e radhës, një detaj interesant. Kënga e radhës, po praneju u krekosa kaq shumë, pra se kënga e radhës është me MC Kreshën, pastaj mbas këngës me MC Kreshën del albumi, që shpresoj ta dëgjojnë sa më shumë njerëz dhe ta pëlqejnë sa më shumë njerëz. Si quhet albumi? Jo, këtë nuk po. Nuk e ndan. Jo, nuk e ndan, por jemi shumë sigurt që do jetë pjesë e Top Awards dhe aktualisht Kevzin mund ta votoni në topAwards.official.tv me këngët para meje në bashkëpunim me Lyrical Sound dhe Hers me Lunin. Ne Kevz të falenderojmë shumë që more kohë nga dita jote për të bashkuar në këtë super intervistë, në fakt që e shijuam dhe na dha një perspektivë shumë interesante për muzikën, në qoftë AI, qoftë tek industria muzikore, qoftë tek këto artistët që nuk bëjnë, po gënjejnë veten e tyre sikur bëjnë. Megjithatë, e rëndësishme është që Kevz e patëm, Kevz ka një identitet artistik shumë interesante për t'u vlerësuar, me thënë të drejtën, dhe nëse doni të dëgjoni një këngë për Kevz, të kuptoni se kush është ai, prisni këngën e radhës. Prisni këngën e radhës dhe deri atëherë ne do të ndjekim Hers, që është më e fundit në bashkëpunim me Lunin. Ne të falenderojmë shumë që ishe me ne. Ju faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Është e para mbasi kam filluar të bashkëpunoj me çunat dhe sinqerisht ju falenderoj shumë që do të Faleminderit shumë. Është diçka shumë e rëndësishme për mua. Shumë faleminderit.